Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët të datës 18 nëntor, ora 7 fiks nisim emisionin ora juaj dhe për ditën e sotme si zakonisht do të qëndrojmë në këto 2 orë të para të mëngjesit, duke ju informuar fillimisht duke përcjell disa prej ngjarjeve dhe zhvillimeve kryesore të orëve të fundit patjetër dhe më pas kthehemi në pjesën e komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, video çudirat shqiptare. Moshuari në Fier tenton të shmanget arrestit shtëpiak, vishet si gruva dhe shëtit në rrugët e fshatit. Gjykata e Strasburgut merr në shqyrtim çështjen e studentëve të mjekësisë së Shqipërisë. Aksident në aksin rrugor Fier-Seman, makina përplas karrocën, plagoset drejtuesi i saj. Modi i keq, shembet masivi me inerte në Shkodër, bllokohen 5 makina dhe 9 persona. Prej 7 ditësh i ngecur në çark, ariu i murgu nuk ja del dot. Situatë alarmante, Ministria e Mbrojtjes paralajmëron stuhi intensive për mbytje dhe rrëshqitje të mundshme dherash. Fati tragjik i Martin Canit, prokuroria kërkon 25 vite burg për Mario Përlleshaj. Parashikimi i motit për dje dhe sot. Vodhi shumë parash në 3 biznese. Arrestohet skifteri 36 vjeçar në Vlorë. Atentati ndaj Gendian Betjes, prokuroria e Tiranës kërkon 23 vite burg për një nga autorët e dyshuar. Kontraband me vere celular, arrestohet 48 vjeçari në portin e Durrësit. Një tjetër hetim, humbjetën në punë 63 vjeçari, shpallet në kërkim administratori i subjektit në Durrës. Modi i keq pritet prek vendin, Balluku parashikohet rreshje me intensitet të lartë, Kesh ka analizuar situatën. Vlora goditet nga modi i keq, pezullohet lundrimi detar dhe mbyllen bizneset në lungomare. Vrasja e Gilmando Danit, pistat e hetimit dhe dështimi i sigurisë që rikthen një luftë të vjetër. Gilmando Dani në krahët e Emiliano Shullazit nga vitet 2000, 4 herë i dënuar nga gjykatat. Përgjegjësimi i motit, Kapiteneria e Vlorës ndalon daljen në det mjeteve të vogla. Prag tragjedien Librazh, bie zjarr në një banesë sociale. Aksident në aksin Lushin Berat, makina përplas këmbësore. Arrestohet shoferi që shkaktoi aksidentin tragjik në Rogozhin. Lirimi i hapësirë publike vijon, Rama ndan pamje. Ndron jetë 48 vjeçaria në Korçë. Djali akuzon mjekët, nuk treguan kujdesin e duhur, e nxorën nga spitali. Fluks turistësh nga Europa dhe Amerika, Shqipëria ndër destinacionet më të kërkuara. Aksident në Fier, arrestohet 18 vjeçari që drejtonte automjetin pa leje, lëndohen 4 persona. Tentoi të kalonte pakon me lëndë narkotike në pranga marinari tragedi Durrës Ancona. Pasiguria në punë, Nikolaj punojnë si shqiptar përballen me rreziqe të shumta. Zhvillimet nga politika. Gazetari Malësia, nëse nuk gjendet një alternativë që të tejkaloj Berishën, ka për të mbetur ai në krye të Partisë Demokratike. Kthubi, Shqipëria po rrotullohet në të njëjtin tranzicion, duhet reflektim i thellë shoqëror. I përjashtuar nga PD, avokati Indrit Sefa flet hapur
nëse është ende pjesë e demokratëve. Gjyli ajo që bëri PD-ja sot nuk është protest, leadershipi duhet zvendësuar urgjent. Shqipëria drejt Bashkimit Evropian. Xhaferi, grup kapitujt kërkojnë ndryshime drastike nga shoqëria dhe politika shqiptare. Qytetarë janë në protestën përballë kryeministrisë. Shqipëria nuk ka nevojë për ligje që sfidojnë zotin dhe logjikën. Media të vijojnë betejën e përbashkët për shpëtimin e shqiptarëve nga ky regjim armik i lirive dhe të drejtave të njerëzit. Ligji për barazinë gjinore gjingjoni nga protesta dhe vlerat tona, koha për referendum dhe rezistencë ndaj këtij regjimi. Zgjedhjet ishin makabër. Protestuesi e re, komunistët pa zot dhe fryma sorosiane, po na shkatrojnë familje. Mbyllet protesta përpara kryeministrisë Berisha, kjo foltore nuk ndalet. Do mblidhemi çdo javë. Mballa provokon protestuesit, ka njerëz në Shkodër i çojmë krysh në das. Foto u prit nga kryeministri i Holandës në Hag. Rama folën për marrëveshjen e partneriteti strategjik mes dy shteteve tona. Minatorët kanë mbajtur pasurinë e këtij vendi mbi supe. Hoti, qeveria i ka kthyer në shtëpi. Video live për collëm velia në burgun e Durrësit, Këlliçi, Foltoria 2 do t'ja dalë çdo javë protestë përpara kryeministrisë. Militantët opozitarë zhgënjejnë në pjesëmarrje pamjet nga protesta përpara kryeministrisë. Elion Velien nga Livjellsin e nisëm atje ku e ka vendin. Berisha na kanë rrethuar me polici në diktaturë, por ikin si mint. Berisha në protestën para kryeministrisë, foltoria me qytetarët e çliroi opozitën. Fotolajm protest para kryeministrisë, pankarta kundër qeverisë dhe ligjit për barazinë gjinore, një kom 200 një vërimaje. Mbyllën narkoparlamentin se kam frikë. Berisha banda trembet nga fjala e opozitës. Protesta e PD-s para kryeministrisë, Berisha njëmi para pallatit të krimit shtetëror dhe narkoshtetit shqiptar. Proteste vakët në shesh, Flamuroka dhe Klevis Balliu i bashkohen qytetarëve. Proteste vakët ballë kryeministrisë, protestuesit, kjo është qeveri Haxhi Qamilës, qytetarët na bashkohen. Te kryeministria, qindra policë të gatishmëri për protestën e PD-s. KSHZ-u jep mandatet 5 kandidatëve fitues për kryetar bashkie. Meta kërkon lirinë, zbulohet data e gjyqit në gjykatën e lartë. Spirbali dhe Vadeful diskutojnë integrimin në Bashkimin Evropian, Gjermania një mbështetje e fortë për Shqipërinë dhe Ballkanin. SBA Shqipëri vazhdon bashkëpunimin pas përfundimit të mbylljes së qeverisë amerikane. Hedimet e Spakut, Aslan Dojgjani përplaset me personin që i shiti shtëpinë. Integrimi në Bashkimin Evropian, Geron Kamberi, negociatat havja e grup kapitujve deri në 2027, një proces i përshpejtuar. Përplasje në Komisionin për çështjet e brendshme dhe mbrojtjes,
Noka përjashtohet me 10 ditë nga kuvendi. Sali Berisha ka me nxitim afron datën për 21 janarin, ja kur do merret në pyetje. Arrestimi i Dirmetës Proda, policia nuk ka shkelur ligjin, përdorin forcën kur bëhet rezistencë. Bardhi mazhoranca pas gjëson parlamentarizmin me forcën e kartonit. Në 2026 atë burgosur i seancë me video call në gjyqe, drejtori bugjeve qose Metës nuk i është ndaluar asnjë takim, ka 3600 telefonata. Debatet forta në komision, Balliu akuza Prodës për kapjen e policisë nga krimi, ju dekonspironi operacionet. Berisha thirret për 20 janarin, por çon avokatin për të shtyrë seancën e së premtes. Pakur nga tubimi përpara kryeministrisë, Berisha ftoi në çdo qytetar të bashkohet protestës, nisim sezoni i protestave. Revelia mbetet në burg, shtyhet sërish seanca paraprake ja çfarë ndodhi në gjykatë. Qelit e vipave të politikës në Durrës, si dhoma hoteli, drejtori i bugjeve deputetit opozitës nuk ka komoditetet të mobiljeve. Rama vizit në Hag, takim me homologun holandez Schof. Spak Berisha u njoftua gjatë masës detyrim paraqitje, por thirrjen për 20 janarin duhet paraqitet. Seanca paraprake, avokatët e Veliet kërkojnë kohë të njihen me aktet. Prokurori i Spakut kërkoni të gjykoheni dhe nuk vini në gjykim. Balla organizon protestën e opozitës të shkojnë në bulevard, ne s'kemi kohë për të humbur. Minimumi etik tabaku në konferencën e kryetarëve, lejoni diskutimin ose mbylleni fare parlamentin. Begaj për Ora News javën e ardhshme. Do të thras Asim Vokshin betohës si antar i kushtetueses. Të brendeni duhet paraqitet në Spag. Berisha nuk më kanë thirrur asnjëherë për 20 janarin, kanë frikë nga dëshmitë e mia. Opozita protest përpara kryeministrisë. Policia merr masa ja rrugë që bllokohet. Partizani Berisha në Spag lexon mesazhin që i la Dumanit, amnistia e krimit elektoral, atentat ndaj rendit demokratik. Qelen të gjithë grup kapitujt e negociatave, Rama se fsheh gëzim në Bruksel, krenar për skuadrën e Shqipërisë. Përjashtimi i Berishës nga kuvendi, debatet forta në mbledhje me dyrë të mbyllurat, konferencës kryetarëve. Në Bruksel hapen të gjithë grup kapitujt me Bashkimin Evropian, Ministria daneze, Shqipëria i përket familjes evropiane. Rama dali me krenari dhe përgjegjësi më të madhe nga faza e parë. Ndodhë në Bruksel, Shqipëria hap të gjithë grup kapitujt e negociatave me BE-n, ko suksesi i Shqipërisë. Seanca paraprake për Velien GKK do vendos nëse dosja kalon për gjykim. Ilir Meta mbetet në burg, avokati angazhuar në një tjetër klient, GKK shtyn seancën paraprake. Hapet godina e emisionit të Shqipërisë në BE. Marta Kos, keni vetëm fjalë për vepra, dallimi juaj me rajonin. Rama në BE, Berisha në shesh, Shqipëria hap të gjithë kapitujt e negociatave me BE-n, opozita ngret çadrat e kryeministria. Protesta e opozitës, Gjokutaj, bojkoti i demokratëve i shërben vetëm qeverisë, jo kaosës. Shoh zhvillimet nga rajoni. Tërmet në Greqi, lëkundjet ndihen deri në zemër të Athinës. Vrasja e shqiptarit në Greqi, policia sekuestron laptop dhe telefona. Kritikoi institucionet malazeze. Malizi paralajmëron ambasadorin rus, deklaratat e tij do të trajtohen si veprimtari armiqësore. Betri Hamza zgjidhet kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës. Kosova feston me ju, Vjos Osmani uron Shqipërinë për hapin historik drejt Bashkimit Evropian.
Osmani vonesa për formimin e qeverisë, përgjegjësia e partive politike. Dëshmia në Hag, Clark tha që nuk kishte përgjegjës në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Kështër, Trump dhe Alabar në shkruajnë kontratën do ngrejnë 3 kulla në Beograd. Greqia goditet nga një tjetër tërmet i fortë. Partia Demokratike e Kosovës mban konventën e përgjithshme, zgjedh kryetarin e ri. Procesi Wesley Clark nis dëshmi në Hag, dëshmitari i fundit i mbrojtjes së Thatch. Plagoset ushtari i FSK-s në Prishtinë. Kosova i plotson kriteret, Vjosa Osmani, antarësimi në NATO është më urgjent se në Bashkimin Evropian. Humbjet në vendin e punës në Greqi para 3 muaj, shqiptari shpëtoi një grua që ra nga anija. Sekuestron detonator ndezës në Leposaviç, reagon Zveçla. Kosova pas vendeve afrikane, 25% e popullsisë në varfëri ekstreme. Protest në Strasburg në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Serbia përballë krizës energjetike pas sanksioneve të Shteteve të Bashkuara, Vučić dua të shpang hapat radikal. Protesta në përkrahje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Ahmeti sot me mendje zemër në Strasburg. Aksident në vendin e punës, humbjetën 45 vjeçari shqiptar në Greqi. Vetëvendosja nga lëvizje kundër pushtetit në pushtet kundër të gjithëve, gjyqin ndaj ish-krerëve të UÇK-s, rreth 6.000 persona priten të marrin pjesë në protestën e cila do të mbahet në Strasburg. Diskutimet për qeveri në vend numëro, analiza e Deutsche Welles, shteti pa qeveri dhe në shumë segmente jo funksional, çfarë pritet të ndodhë në Kosovë. Ish sportistja mes 44 të arrestuarve për mashtrim telefonik, vëllai i saj kreu i grupit kriminal. Helikopteret Cougar në aksion trajnimi për bashkët FA-FSK. Deri nga rruga autobusi me 30 pelegrin raportohet për 12 lënduar. Shëbaja nuk miratoi vazhdimin e punës së nisit, thot Ministrja e Energjisë së Serbisë. Në Greqi zbulohet në verje një sasi droge e fshehur brenda një kafazit përdorur për rritjen e qenve. Konjuksa 4 ditë, opozita kërkon zgjedhje. Greqia demonstron forcën, teston dronën, zbulon aftësitë e reja teknologjike për Alexandropoulos. Analiza çfarë ndodh në Partinë Demokratike të Kosovës. Një me zhvillimet nga bota. Trump përshëndet miratimin e planit për gazën, do të sjellë më shumë paqe në botë. Rrutë integrimi i Finlandës në NATO po ecën sipas planit. I ndërpreu fjalën Trumpi natoset me gazetaren, do më lejosh ta përfundoj. Bie me 17% regjistrimi i studentëve të huaj në universitetet amerikane. Video misteri nga ceremonia e inaugurimit të Trump si president zbulohet çfarë i përshpriti djali i tij ish-presidentit Joe Biden. Aksident tragjik në Ekuador, autobusi rrogulliset poshtë një shpati mali, humbin jetën 21 persona dhe plagosen 40 të tjerë. Ndryshime në sistemin e azilit në Britaninë e Madhe do të katërfishohet pritja për shtetasit deri në 2 dekada. Kryeministri polak shpërthimi në Hekurud ishte sabotim i paprecedent. Zbulohet rasti 5 i gripit të shpendëve me patogjenit
të lartë në Korenë e Jugut. Gjermania heq kufizimet nga java e ardhshme, rinisin eksportet e armëve drejt Izraelit. Qëllohet me drona njët që transporton dhe gaz në kufi me Ukrainën, evakuohet gjithë fshati. Shpërthen e flaka autobusin në Arabinë Saudite humbin jetën 45 persona që ishin nisur drejt vendit të shenjtë të Mekës. Turqia arrestohen 11 personat për gjegjes për helmimin fatal të 3 familjarëve turq. Shpërthimi i komanduar në një qendër tregtare në Londër, furgoni hidhet në erë dhe lëndohet një person, dyshohet. U i merr përpara shtëpinë për mbytyje shkatrimtare në Itali, 2 të zhdukur. Grabitje në dyqanin e Louis Vuitton në qendër të Romës, viden artikull me vlerë mijëra euro. 20 vite në pushtet, Orban nuk kanë frikë se do të humbas zgjedhjet. Polonëri hap 2 pika kufitare me Bielorusi. I dërgoi foto joshëse një 12 vjeçare, arrestohet 26 vjeçare në Shtetet e Bashkuara. Alarmi global, bota po humbet 10 milion hektar pyje tropikale çdo vit. Gjermania heq kufizimet për eksportet e armëve në Izrael. Portugalia arreston Hulkun, bosin kryesor brazilian të drogës dhe kreun e bandës PCC. Fshati rumun evakuohet pas sulmit të Moskës në portin e Odesës. Macron takim me Zelenskin, kritika nga presidenti francez për Trump. Kandidatët presidencial premtuan të japin fund luftës brenda 24 orëve. Video rrugë të përmbytura dhe banesa në ujë, 2 të zhdukur nga moti i keq në Itali. Netanyahu nuk do të ketë shtet palestinez në perëndim të lumit Jordan. Video, Rusia bombardon portin e Odesës me dron, lufta mbërrin deri në Rumani, evakuime pas shpërthimeve në kufi. Foto dhe video, pamje tragjike, autobusi përplaset me kamionin cistern në Arabi, 45 viktima. Kryeministri polak e quan shpërtimin në hekuru dhe akt sabotimi. Kirin balotazh përballja mes Jose Antonio Cas dhe Janet Jara. Në 14 dhjetor, votuesit zgjedhin mes Partisë Komuniste dhe ekstremit të djathtë. Ukraina blen Rafale nga Franca. Zelenski firmos në Paris marrëveshjen për blerjen e 100 avionëve. Amazona në kërcënimin e shpëllëzimit shkak kërkesa e fermerëve dhe politikanëve për shfuqizimin e një memorandumi mbrojtës. Dhe në fund zhvillimet nga sporti. Ndodh në ndeshjen e Italisë, studentja norvegjeze akuzon për sulm në San Siro në nënhetim vihet pastruesja. E famshmja Psiu kthehet në Bernabeu, lojtari i NFL i bën homazh Cristiano Ronaldos. Lazio i merr fluturimin, prezantohet shqiponja e re, bardhë dhe kaltër. Paris Saint-Germain dhe Kylian Mbappé përballen në gjyq, sulmuesi kërkon mbi 240 milionë euro dëmshpërblim. Trajneri i Zvicrës Xhaka kërkon të fitojë çdo ndeshje, kështu do të bëjë edhe ndaj Kosovës. Ta faj, sigurimi i kualifikimit i kalimit në play-off të botërorit është një arritje shumë e madhe për futbollin tonë. Ndodh në Bosnjë, arbitri e qëllon dronjet ishe dashura e tij, e ndoqi deri në një kafene. Aeroporti i Dublinit ndryshon emrin, tani quhet Troy Parrott. Barça pret miratimin e UEFA-s për luajtur ndaj Eintracht në Spotify Camp Nou. Skandali i ADM-it me armë të palishme rrezikon përjashtim nga Gjermania. Francesco Totti, Ilari Blasi, epilogu i divorcit në mars të vitit 2026.
Bellingham kryqëzohet nga shtypi anglez. Ylli egoist. Shkojnë tualetin e San Siros, tifozja norvegjeze denoncon punonësin e stadiumit për ngacmim seksual. Kvalifikimi një procedurë e para në grup, Spanja pret martën në shtëpi Turqin. Italia zhgënjen norvegjezët shkatrua në shtëpi italianët me rezultatin 1-4. Frankofona 6-0 ndaj Zvicrës është shumë e vështirë, e don Zhegrova mbetet kyç. Këto ishin lajmet e zhvillimit kryesore të orëve të fundit, që gjeni më detajuara në horanews.tv. Kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit. Ju mos u largoni. Dhe kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit. Në 7:30 jemi si gjithmonë këtu në Ora News në 068 60 54 639 068 99 00008 për gjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëni pjesë. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E nisëm së bashku sot. Kënaqësi shumë e madhe. Të përshëndes, unë jam një zonjë nga Durrësi. Kam pasur babain të persekutuar, shumë vite në burg për politikë, që në persekutuar. Në vitin 2009 kam mbyllur të gjitha letrat që kërkonin për të marrë atë që më takonte babain. Mirë po, që atë vit, në 2009 edhe sot, unë dhe tek editoria tek Ministria e Drejtësisë edhe më përcjellin në një fjalë, më thonë që janë shqyrtuar kur t'japi urdhër Saliu, kur t'japi urdhër Rama, kur të shqyrtuar, kur të vi radha, më përcjellin me një fjalë më fusin. Çfarë këstësh keni marrë ju, zoj? Urdhë? Çfarë kësti keni marrë, the? Asnjë këst. Asnjë këst? Ka lëmë fare që në 2009. Po pse si ka mundsi? Nuk e di. Babai më ka bërë 12 vite në burg politik, kam qenë 20 e ca vite internuar. Mos ka probleme dosja se po shpërndahet kësti i 5 aktualisht. E di, po mua s'u ka dalim asnjëherë, sa e vetë kërkoj, më thonë i kem mbyllur me vonesë. I ka mbyllur në fakt 1 muaj me vonesë. A do jetë nga ato që s'kan kaluar akoma nga ministria, po e saktë mund të jetë. Po, që nuk janë shqyrtuar, më thonë dosjet e tuaja janë me vonesë. Në emër të kujtosh, zoj? Urdhë? Në emër të kujtosh dosja që të pyesim. Emri babait, por i ka mbyllur unë dosjen e emrin tim. Më thuaj edhe të babait dhe tëndin. Po. Më thuaj. Po. Emri i babait Muharrem Mehmet Dyli. Dyli, e? Muharrem Mehmet Dyli. Po. Juve? Unë jam Besie, Muharrem Dyli. Banoni në? Unë banoj në Durrës tani. Okej. Mirë, faleminderit e dashur për telefonatën. Uroj ditë mbar, shkojmë me tjetër. Largua. Okej, ndoshta. Është keq kuptuar. Se kur dëgjoni që jemi duke biseduar me një telefonues tjetër, ju lutem mos e mbyllni, se alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Kisha një pyetje. Jam një pensioniste, kam 4 vjet kam dalë pension. Në vitin e 2021. Tani unë kam 40 vjet e 6 muaj punë. Po. Dhe sa mund të më zërë kjo shtesa mua? Te kush kategori mund të hyj? E pensionistëve të plot. Po, unë kam 40 vjet. Po pra, po në vlerë nuk e di sa, sepse kjo nuk ka dalë akoma si listë me të gjitha kategoritë, më kupton? Po. Se ai sot me vite të plota takoj 18.000 lekë. Po pra. Me vitet plota në rregull. Po nuk ka dalë akoma lista e nderuar, kupton? Do jetë listë e gjatë e kategorive që besoj çështje ditësh ose pak javë. Do të publikohet dhe mënyra se si do jetë, më kupton? Edhe ai diskutimi pastaj me të reja, me të vjetra që Nëse i çoroditi pak njerëzit. Po i çoroditi se ai sot me vite të plota, ata që marrin 270.000 lekë, po unë marr 270.000, unë 230.000 lekë marr. Në rregull pra. Edhe ti do përfshihesh te kategoria e atyre që ju shtohet. Pensioni plot është edhe i përcaktuar si i tillë me vite, pavarësisht se dikush merr më shumë apo dikush merr më pak. Okej, faleminderit. Por gjithsesi ajo do sqarohet kur të publikohet lista me. Dakor? Dakor, faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën, mirë dëgjofshim, presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo.
Kemi telefonat apo jo? Mirëmëngjes, flisni, lutem. Alo. Larguar. Mirë, jemi në këtë fillim të komunikimit të drejtë për drejtë me ju, ora 7:35 minuta, si zakonisht, deri në orën 8:50 në komunikim të ndërprerjes së bashku. Por ju që kërkoni dhe dëshironi ta bashkoheni edhe në këtë ditë sotme, tregoni pak të kujdesshëm sot, sepse parashikimi modi flet për një problematik me rreshtet e shiut, ndaj mos shkoni në punë, thot njerëz. Mirë, mos shkoni. Kemi ardhur ne për ju. 068 60 54 639 068 99 00008 janë numrat e kontaktit, si zakonisht në ekranet tuaja, edhe për ditën e sotme, ndihemi së bashku në këtë hapësirë të dedikuar për gjithë ju që doni të na bashkoni dhe bëni pjesë, ndërsa më herët ju përcollëm disa prej lajmeve në zhvillime kryesore. Mirëmëngjesi. Alo. Shëndetje, me zotin Klodi? Po, Klodi, ja. Atëherë, jam një qytetar nga Korça. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo? Uleni zërin e televizorit, ju dëgjoj shumë mirë. Urdhoni. Alo? Urdhoni. Më dëgjon Klodi? Të dëgjoj. Po. Jam një invalid nga qyteti i Korçës. Edhe vajta në bashki për një problem me këto taksat. Po? Edhe një nga ata në punësit aty më sqaroi dhe më tha që nga këto taksa tha është mbledhur këshilli bashkiak. Po? Dhe nuk ju ka përjashtuar, do me thënë, do paguani si të gjithë qytetarët. Okej. Tashi, në dëshminë e invalidit që kam unë, përjashtohemi nga të gjitha taksat direkte dhe indirekte. Unë në ndihmoni për këtë problem ju? Nuk është kështu ajo. Do të thënë, mund të ketë një përjashtim të taksave, por që ato që vendosen me këshill bashkiak, sepse kempi dhe bashkitë janë institucione të ndryshme. Ju mund të keni disa lehtësira, por jo të gjitha. Për shembull, çfarë takse ishte kjo që ju thanë? Ndriçim, pastrim dhe gjelbërim. Jo, nga këto nuk përjashtohen pension invalidët. Po, përjashtohen nga arsimi, nga taksa e arsimit për shembull mund të përjashtohen. Në dëshminë që kemi, neve jemi të përjashtuar nga taksa direkte dhe indirekte. Cilat janë këto taksa? Ato të tjerat që ju nuk i paguani. Po në të gjitha i paguar, do me thonë nuk kemi në një lehtësirë nga dëshmia që kemi si invalid. Po taksën e pronës ti se paguan, për shembull. Po, të banesës e paguaj. Çdo muaj. Cilën të banesës? S'ka taks, po s'ka çdo muaj të banesës. Si? Po nuk ka çdo muaj taks të banesës, cilën paguan banesës? Jo, neve jemi në fshat. Po pra, të arsimit ti se paguan, për shembull. Të kujt? Të arsimit. Jo, të arsimit nuk e paguaj. Pra. Pra janë të gjitha, sepse shiko, ajo din në sistem dhe është ligjore, më kupton? Po. Kështu. Faleminderit shumë i nderuar dhe ju për telefonatën. Okej, do të shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Kena shtetësim tek rruga Elbasanit. Një trafik... Ule zërin e televizorit, të lutem? Po. Një trafik i të mërshim. Po? Një trafik i të mërshim aty. Për sajt inxinierave, nuk kanë, nuk do, nuk e dion. Janë 3 kthehen të raftutojnë, vinë prej Xhiprakut, prej të sanatariumit poshtë në shmejnë me 10 metra për me dalë të rruga kryesore të gjithë juge dhe riqa i tako unaza e Saukut.
i takot e sanatariumi gjithë poshtë, ato marrin prej në qytet e studenti, gjithë atë një trete e makinave kthehet në rrotullim të qytetit studenti. Vin nga sanatariumi, nga Zipraku, kthehen aty, bëjnë trafik të mërshëm. Tjetër, autobus të Tegut, i kanë hyrë karrikat aty, janë 10 metra autobus për shembull, një tret autobusit janë hyrë karrikat, të gjithë njerëzit varen në ato telat e rëzohen, ullën studentat e ato në qato karrikat tjera, nxjerrin telefonin, as ka rënd për invalid, as për plak, as për ashtu, as ka nana, as baba të studenta, nuk e di që a bëhet i. Edhe këtë rrugë e Elbasanit zbrit, në autobusit e Print Parku, të gjithë njerëzit, në qoftë se ke kalua, do kalesha, ke gazetar, të gjithë njerëzit kalojnë në për trafik nërse, shajnë shoferat me të drejt, dhe në është i hapun aty i mbyllën dy anti pa mushën në mes, i ka qenë më pa vizat bardha. Nuk shef kur zhanë, ka vdek Tirana krejt, as merë gjavesh të qa bëhet, as të bëhet, as ashtu. E qartë. Okej. Kjo trafikut pastaj është? Trafiku është për njerëzore. Po. Njerëzore gabim se s'ka as inxhiniera, as ka as kam. Pra me e trafiku. E qartë. Mirë ndërruar, faleminderit shumë për problemet që i përconi. Edhe unë që s'jam mjeshtër, që në qërë të blokot rruga, duhet ketë rrugë të dytë. Po normale. Ose mirë, ato, pse t'vinë nga Zipraku, e t'vinë dhe t'falet të një rafrotojnë qytet studenti, ma trafika këtu, që prej rafrotojnë sa u ku të deri të rafrotojnë qytet studenti, në 3-4 orë ditë, trafikit të mërshim, i të mërshim, gjithë ato makinë të ndalë. Sa ka le të gjuhë të uja, e tha mirë, mos i përsërisim. Dakor, faleminderit që i përcolli nderuar, ditë të mbarë për ju. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Urdhëroni? Okej, kuptova. Është okej. Presim pak në 068 99 00 008 068 60 54 639, ora 7:42 minuta, si zakonisht jemi drejt për drejt në Oranews dhe në live stream në oranews.tv, për ju që dëshironit të ndihni dhe pse jo të bëni pjesë e emisionit për takimin e sotëm e martë, data 18 sot 18 nëntor 2025, dhe me qenë se jemi të to javët, po themi, nga gjysma e 2 të nëntorit deri i gjithë dhjetorit të festave, do t'ju japim një mesazh shumë të rëndësishëm që edhe ju të gëzoni veten për sa i përket. Pra do të flasim për Sigal Invest. Çfarë është Sigal Invest? Çfarë është pensioni privat? Çfarë është ylla e dytë e pensionit? Është mundësia më e mirë që ju të keni një pension dinjitos për veten tuaj, dhe që do të thotë nuk e lini veten as pak në fatin e çfarë do lloj reforme që mund të marrë Instituti i Sigurimeve Shoqërore apo institucionet të tjera shtetërore për sa i përket pensionistëve, por ju e përcaktoni që sot dhe se çfarë pensioni do të keni në një të ardhme. Pavarësisht moshës që keni, është ideale për t'i dhënë kuptim dhe vlerë mbi gjitha paras tuaj, aq sa ju keni, sepse ndoshta mund të përballemi me njerëz të cilët thonë po ne nuk kemi. Okej, nuk është për ata që s'kan, nëse s'keni. Por nëse marrim një kontekst tjetër, kjo mund të jetë edhe për ata që s'kan. Sepse një pagesë e vogël minimale për periudhën që ka të vështirë, për persona që gjithë periudhën kanë të vështirë për të përballuar jetesën e tyre, i kanë aty, dhe kjo shumë bëhet disa fish më e lartë nga sa ju e keni. Pra ke 1 milion lek, ke 100.000 lek, ke 100 euro, ke 80 euro, ke 10 euro. Çdo shumë, pavarësisht se sa është, bëhet më e lartë nga sa ju e keni dhe mbani atë në xhep. Jo pa qëllim e bëm atë shembullin e ditës së djeshme që për një periudhë, po themi, duke marrë të supozuar, jo të detyruar për qenaq, sepse ti mund të kesh edhe 20 euro çdo muaj dhe kontribon vetëm me aq, por për shembull, nëse për
25 vite, kontributi jot mujor do të jetë 100 euro në muaj, do të keni fitim 55.000 euro. Por që 100 euro shumëzuar me 25 vite nuk bëjnë aq, bëjnë 30.000 euro, por bashkë me kthimin juve merrni 25.000 euro më shumë nga sa keni depozituar në llogarinë tuaj, mbi gjitha llogarinë tuaj bankare, e cila është e kontrollueshme dhe e pa depërtueshme nga askush. Fondi është totalisht i sigurt, rreziku është 0. Kthimi vjetor minimal 4.6% bën të mundur që vlera e paras tuaj të shtohet dita ditës, muaj pas muaj dhe vit pas viti. E merrni në çfarë do lloj momenti dëshironi me të njëjtën normë interesi dhe fondi është i trashëgueshëm. Investoni për të ardhmen tuaj, investoni për jetën tuaj patjetër dhe që të mos keni varësi apo vështirësi në një periudhë të caktuar kur mundësia për të punuar është edhe më e paktë se sa sot. Faleminderit Sigal. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo. Si u dhire Klodi? Si jeti? Mirë jeni? Urdhroni. Kashim faqe kam tregjit më në telefon. Po. Shu po pa ato lekte 80 Belgjikëve me zgutestarëve për Tiranën. Akoma nuk janë shpërndarë në Tiranë nderuar. Kanë dalë apo s'kan dalë? Në disa zona po. Kanë dalë në fakt, ha? Në disa zona po. Se më jam i vërbe, nuk më qaj do të... E di nderuar. Me fjallë kanë dalë, ha? Në disa zona po. Tu në Tiranë? Në disa zona po, jo në Tiranë. A ja, flasë për Tiranën? Jo, nderuar. Po them në disa zona për të thënë që ka filluar shpërndarje, po jo. E di nga Shkodra këtej, po. Faleminderit Klodi. Juve, faleminderit për telefonatën. Okej. Kemi tjetër? Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Puleni zërin televizorit, ju lutem. Më kujtua në një herë kur ulini zërin grua, si i thënë një të moshuari. Si i thash? Ulini zërin grua, se gjithmonë të thoni, ulini zërin televizorit. Po, e mbaj mend atë, e mbaj mend. Një grua i lëshoi edhe një send, shapkën më duket burrit. Kështu më tha se nuk e pash po. Po. Urdhoni. Desha të pyese, faktikisht para 2 minuta të flisit për punën e sigurimeve, pensioneve këto. Unë sot jam në 44 vjeç. Kam 10 vjet në pianin, as bëhet kjo siguracione. Si do bëhet me ne, me prezin ton? Po pse sa vite keni ju? Unë jam 44. Je 44 vjeç? 44 vjeç, 10 vjet kam siguracione maksimumi. Ti je fiks për te fondi Sigali nderuar. Po pra, të mos se uaj fiks kur e dëgjova më para. Po. Je fiks domo, edhe me mosh madje. Edhe pse atje s'ka mosh, por. Domethënë, te Sigali i pëson këtë gjithë, domethënë. Atje nëse ke 1 lek bëhet 2, 3, 4, 5, 6. Edhe merr kur të duash pastaj, si në formë pensioni, si në Nuk po e them për reklam të se jemi në televizor, kështu që më beso për këtë gjë. E kuptoj. Po se ke më shumë përfitim aty, pasi nëse depoziton 1, ajo do bëhet 2, 3, ndërsa kur depoziton 1 këtej nga ana tjetër, ajo 1 ngelet. Po, e kuptoj. Edhe e merr fëmia dhe ke fond të trashëgueshëm, e merr djali, e merr vajza, e merr gruaja, e kupton? Okej. Kështu që mendojeni dhe më mirë bëjeni aty se sa të vini vërdall kot. Shumë faleminderit. Sugjerimi dhe mendimi im, vendosni ju pastaj. Po, tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Ditë bukur. Shkojmë tjetër telefonues në këtë përfundim pjesës së dytë të emisionit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Të përshëndes. Edhe unë. Jam një banus të Mazbishë i kam ardhur këtu në Tiranë dhe pensioni më ka dalë në Saran. Po. Dani kam të drejtë ta marr këtu? Patjetër që po. Po s'kam më pas apizimin akoma. Po s'ka problem. Thjesht merr një kështu kontratë që ti jeton këtu. Po i kam unë ato shtëpisë, kam dokumentet e shtëpisë. Okej, në rregull. Po pat ato e merr pensionin pa. Patjetër, kudo. Kudo, faleminderit. Bonus atë, ha? Po more, patjetër. Faleminderit. Pse qesh zonja? Po, qesh ajo se thot jo. Pyesim të tjerë, se na thonë jo parlaj të qesh ajo. E kuptoni. Pensionin e merr ku të jesh. Jemi faleminderit. Më kupton? Teatër. Bashkë me bonusin, më thuaj. Ka me diçka tjetër. Jepi. Është turp, ta Mazbeshti, të vi ujt këtu 4 orë ditët në Kastiri. 4 orë që ke super. 4 orë që ka mirë aty. 4 orë. Nuk e di,
Jo, janë vetëm 2 pallate, tjerë ka, po vetëm 2 pallate, nuk e di. Ne kërkojmë ti pagojmë. Depozitat e përballojnë pjesën tjetër pastaj? E kërkojmë ti mbushme, nuk na i kthen lekë. Po, vështirë, a? Hajde, përshëndetje. Ti je mirë. Hajde. Të fala zonjës. Ciao. Mirë mëngjesi. Mëngjesi. Urdhëro. Me Claudin flas. Po et vit tjetër. Po urdhoni. Po. Kam një shqiptim të kadastra. Urdhë? Të dëgjoj me shumë ndërprerje, nuk e di pse. Kam dërguar për ato certifikatën në kadastër të shtëpive, po vete 1 vit dhe nuk po më kthin asnjë lloj përgjigje. Çfarë bëhet me kadastrën? Po nuk e di, më sillesh në një dokument aplikimi që të pyes se kështu çfarë bëhet me kadastrën, se di çfarë bëhet. Ku ndodhet prona? Në Tun të Vlorës. Më sillni dokument aplikimi zonjë dhe të pyes. Unë të tjes në WhatsApp, keni WhatsApp ju? Po, ose këto rrjetet sociale të tjera i përdor? Po, s'marrim vesh në ato ne. Okej. Jemi moshatarët. Nisni nderuar edhe ta ndjekim. Më nisi dokumentin e aplikimit dhe ta ndjekim, dakor? Po te kush do të çoj? Pa i kam unë ato aplikimit. Më jep numrin e telefonit. 069, se të numër kam lënë 32. Një sekond, lutem. 51. Edhe një 069 32 51 51. 31 prap 7. 51 prap. Jo, 31 3. Po pse më the prap 31? E para është 69 32 apo jo? Po, 32, 51, 31, 717. Okej. Mirë, faleminderit, po të shkruaj. Ditë mbarë. Edhe juve. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Zoti Klodi, urdhroni. Mirë si jeni ju. Mos u shqetësojmë, moremi 2 plenë. Si? Në mes në një fshat. Kemi shtëpi të fëmijëve. Po. Në bashkë, kur fëmijët sigurisht që punojnë në Tiranë, me familje të tyre, por fund javë na vinë këtu. Dhe ne, për periudhën një 3 muaj, i lëshojmë të bookingu me të huaj, kur na vjen njërë pasi nuk na del pensioni. Ta ndërmarrja vujrave na fut të biznes, ne pa një pa gjikavsh. Kur kemi pyetur shumë do formalizohet ajo ndërua. Do formalizohet edhe kjo. Po, vazhdo më thuaj. Ne do të bëjmë deklaratë vjetore për të ardhur dhe na mbaj shteti, po jo ta pushim shumë më burr se tash vetëm për 3 muaj ka marrë ndërmarrja ujrave, sektor që ka përmet 600.000 lekë. Shumë. Do të thënë ne për obore, për pastrime, për djallë, për vete, për të ushqyer, në kaputën fare. Ka të drejtë ligjore që ky sektor që është përmeti ujrave të na kalojnë biznes? Nuk e di se është zinxhira jo, varet se si tatoni dhe si e merrni atë përfitimin, kupton? Gjithsesi rëndësishmë është edhe ky lloj tregu, nëse mund ta quajmë të tillë, do të rregullohet, ende është paksa i parregulluar, por është deklaruar nga ana e institucioneve shtetërore që do të ketë ndërhyrje dhe aty. Se kur nuk e di. Është larguar. Kemi kohë për tjetër? Kalojmë publicitet, flasim për ata të cilët vuajnë nga problemet e prostatës që patjetër manifestojnë me shqetësime të tjera, si zgjimi disa herë gjatë natës për të kryer nevojat tuaja, por edhe probleme të tjera, të cilat mos miri din ata që kanë dhe vuajnë nga prostata. Për t'i dhënë fund një herë e mirë kësaj problematike, përdorni Prostatol, duke ndjekur edhe këshillin e mjekut. Prostatol është një element 100% bimor, i krijuar, i prodhuar nga natyra dhe përmes një ekstrakti që lufton 100% problemet tuaja me prostatën. Ndiqni këshillin e mjekut, telefononi numrin për katës që do të gjeni pas pak në ekran dhe ne kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8:01, vijon komunikimi me ju në 068 60 54 639 068 99 00 008. Mirëmëngjes, përshëndetje telefonata. Kladi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Të përshëndes nga Orikumi. Faleminderit. Unë kam shkruar 2 letra zonjës Ministrit të Infrastrukturës e Energjisë. Po. Njërën me post, njërën me datën 28/7 dhe tjetër 24/9. Kanë kaluar kohë, ka kaluar nga fati ligjor, në sa di unë, s'ka marrë asnjë përgjigje. Është fjala për në kalimin para tunelit Llogoras. E kanë ngritur disa herë. Më ka zënë një pjesë të mirë të tokës, unë kam me AMTP me pronësi, me akte marrë pronësi me numër akte 10.700 fraksion 4, që në 2002. Firma Gjoka ka bërë një nënkalim, cili kalon dhe poshtë rrugës nacionale, thellësia e thellimit është rreth 10 metra më shumë, dhe ka ngel firma, ka ngritur një mur rreth 2 metra e gjysmë, dhe pjesën tjetër e ka lënë pa barikat. Ka që nga muaj prill maj ka rënë shirat, ajo po shëmbet e gjithë rrugë, pjesa e mbetur e tokës. Dhe kam kërkuar që të ngrihet muri, çfarëdo lloj muri, mjafton të ketë një barikat që të mbrojë pjesa e ngelur, se shkrim të rrezet të prishet toka. Nga toka vjen çdo gjë. Toka është burim. Po pra po. Dhe çka ka ndodhur? Ka mbyllur. Okej, shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Klodi. Urdhoni. Kam 50 vjetë kam dalë në pension. Edhe më kanë humbur 4 vite punë. Po. Edhe më thonë, i kam kërkuar disa herë dhe më thonë nuk ekzistojnë përdorot. Ku ke punuar këto vite? Kam punuar në kooperativë bujqësore, kam qenë në përgjigje i sektorit. Nëse ke dalë në pension nuk të llogaritën më nderuar përveç se me gjyq. Më kupton? Po, faleminderit. Më vjen keq. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Në presim të tjerë të kësaj pjese të tretë emisionit për sot. Në 83 minuta jemi, 068 60 5469 dhe 068 99 00008. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Urdhoni. Kam mbushur moshën e pensionit që në gusht dhe kam një biznes të vogël. Më takon të paguaj me asiguracione? Nëse i vetë punësuar jo? Pavarësisht se nuk ka dalë sistem. Si, pavarësisht se? Nuk ka dalë në sistem, ajo, vetëm se kam bërë aplikimi. Nuk e kuptojnë nëse s'ka dalë në sistem. Kush? Vetëm kam bërë aplikimi, se në shtatore kam mbushur moshën. Në gusht e kam mbushur moshën. S'ka lidhje, nëse ti ke plotësuar moshën dhe je në moshë pensioni, pavarësisht se nuk e merr pensionis, nuk e ke detyrim të paguash. Po, okej, Klodi, faleminderit. Më kupton, faleminderit edhe juve për telefonat. Po vetëm shoqërore, jo shëndetësore. Mirëmëngjesi, telefonata tjetër. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Klodi, doja të pyesja, jam datimja 1565. Ku më bie të dalë në pension? E cilit vit dhe njëherë? 1565. 65 apo 68? 65, 5. Aha. Pra i 60 vjeçë? Po. I bie 62 e 4 muaj. 62 e 4 muaj. Po, sa të kishin dalë dy llogarit? 62. Jo. 62 dalin tani. Mirë. Okej, faleminderit. Faleminderit juve. Gjithë të mirat, faleminderit për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Urdhë? U largua? E qartë. Po. Okej, s'ka problem. Ndalemi. Ndjes. Alo. Mirëmëngjes. O Klodi. Urdhë. Faleminderit për interesimin. Po? Erdhën 3 çuna, po si ishin për atë punë ata, thëri. Si ishin për atë punë? Jo, nuk është ashtu tamam se. Kërkohet një lej aty, po mos u shqetëso se do e vazhdojmë si nuk e kemi lënë për gjysmë. Mirë. Faleminderit Obir, faleminderit shumë. Ty. Po nuk është fiksa ashtu, se mos tregoj mos mirënjohës
kur është për t'u treguar mirënjohës. Mendoj unë. Nëse nuk ndikon asgjë te sa I përket asaj që ne do vazhdojmë ta ndjekim problemin tuaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jam në datëlindjes, desha të pyes 63. Sa vite punë duhen për të dalë në pension të plotë? Po nuk mjafton vetëm vitet, duhet edhe ka të bëjë edhe paga, se mund të kesh maksimumin e viteve, por nuk e ke njësoj siç mund ta ketë dikush pensionin që ka pasur edhe deklarim të mirë të sigurimeve. Po 20 vitet e fundit I kam. Nuk ka lidhje fare, merret totali, nuk ka më 20 vite dhe 3 vite, merren të gjitha vitet sepse ka ndryshuar. Sa vite punë ke në total? Kam diku ke 36. 37. Aty afër maksimales që ke. Por nuk e di sa do të dalë sepse varet nga puna, nga lloji që ke bërë, se mund të kesh pasur kontribut minimal dhe mund të kesh edhe 40 vite punë. Jo, maksimale kam pasur. Jo, po them për ta kuptuar. Nëse ke pasur maksimal, okay, maksimale dalet pensioni. Faleminderit. Juve, faleminderit të dashur për telefonatën. Edhe për ty. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Flisni ju lutem. Alo. Përshëndetje, uleni zërin e televizorit. Përshëndetje. Ule zërin televizorit. Todi më dëgjon, Ule zërin televizorit. Ule zërin e televizorit. Ule zërin e televizorit. Atë ulim zërin e televizorit, po. Ule në zero, të lutem. Po. Ule zërin e televizorit në zero. Ilaç prostati. Ule zërin e televizorit në zero, të lutem. Jo, se kishte një. Flisti për një ilaç prostati për kurim. Po. Unë atë e kam përdorur 4-5 muaj dhe nuk më ka bërë efekt fare. Po edhe? Nuk më ka bërë efekt fare, se dhe unë me prostat të zgjeruar jam. Po, dakor. Jam me prostat të zgjeruar dhe e kam përdorur atë ilaç. Jo, nuk është ashtu, mos gënje tani, mos gënje, të lutem. Jo, iki me ti. Po jo. Po gënjen se ne ta sollëm disa herë pa lek dhe pastaj e morëm me lek, por nuk është faji jonë, ne do të sjellim gjithmonë pa. Apo jo. Apo kur e morëm me lek të doli keq. Jo, të lutem. Se nuk është korrekte, prandaj, më kupton, është si puna e asaj që e bën qumshtin edhe e derdh pastaj me një shell. Nuk është korrekte kjo. Dakor? Faleminderit, shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhë. Isha të pyesur se kam motor e datëlindjes në mars të 64. Kur del në pension? 62 vjeçe. 62 vjeçe. Po. Faleminderit. Të lutem, faleminderit ty. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Si u gëvit. Mirë si jeti. Jeni mirë, të fortë. Kemi sytë vetëm të këty, se po kam bërë një kërkesën, po... Cilën kërkesën? Po e kemi lënë një javë, veti ta lëm këtu javë. Janë afiri për çështjen e... Korrikut? E trullit. A, të trullit. Cili ku ma ke sjell dokumentin që ta shoh, se ndoshta e kam përgjigje. Po, ai po bën gati një vit që e ke marrë para se të vijë në atë, kur vadet në plazh, pushimet. Unë zvajta në plazh të vit, po ma thuaj. Jo, nuk e di për pushime, po mora edhe ta diskutojmë. Edhe mora para një javë, unë se ti ta lëm këtë javë. Ku pa ke sjell, pra se nga zëri nuk të mbaj mend, të lutem tani. Ku ma ke sjell që ta shoh? Jo, Braga ka sjell, nuk e di sa muaj, nuk kujtohet si muaj. Ore, ku ma ke sjell dokumentin e aplikimit? E po, si muaj e do t'i apo si? Ku ma ke sjell, mori nderuar? Në këtë WhatsApp. Me 3 shifrat e fundit të numrit tënd? 254. Ndoshta. 254? Po. Fieri. Komuna Qendër. Ti në prill ke marrë një përgjigje nderuar. Po i bëm kërkesë prapë, ja bëm ato që kërkuan ata, edhe në prill ke marrë një përgjigje dhe ajo që duhet të bësh ti tani e fundit është një AV0. AV0 është një aplikim i fundit pa pagesë.
Unë e kam bërë atë, ku më thanë atë, i pagova dhe... Kur? është pa pagesa jo, ndërruar. A0 është pa pagesa. Po jo, vetëm postimin bërë thash unë, se e bërë atë. Kur? Para se të merri aty atëre, në korrika, gushta nuk e di çka ka qenë. Jo, unë nuk e kam atë ndër. Unë kam dokumentin e marsit tëndin, 12 mars 2025. Po. Po, nuk është kjo. Që ke bërë. Do dërgoj edhe ajo A0? Nëse e ke bërë ma dërgo, se mua më kanë thënë që duhet bëj një A0. Unë e ke bërë me gjithë. Po ma dërgo, jo me gjithë atë, ma dërgo se unë kam dërguar i nderuar edhe një herë, Xhevat. Unë kam dokumentin tënd të 12 marsit tu, ja ku e kam. Po. Dakor? Dhe kam marrë përgjigje mbi këtë dokument. Nëse ti e ke bërë dhe s'ma ke sill, ma sill. Po ku di unë të sill, ja nuk e di. Po ja siç mi ke sill këto pra. Do të gjithë do apo jo, do vetë atje, pse në komunë, faleminderit. Po jo, a e ke bërë, kur e ke bërë? Në një kohë ku pagova atë unë, mbas 2 ditë, mbas një javë bëra edhe atë. Po pse s'ma ke sjell? Po e dijam ne, di në kene shkëti sa sepse dokumentin që unë kam dërguar të 12 marsit të këtij viti, më kanë thënë që duhet A0. Nëse ti e ke bërë manis. Po dakord, po që ku ta gjej unë tash, ta gjej do të bëj. Mos e një foto është i numrin tim e ke, kështu që një foto aty te lagje e bën. Po. Të dokumentit që ke dhe nisë 2 minuta gjë. Ju falenderit, Klodi. Mos e neglizho se ka afate edhe ajo, dakord? Ka afate, dakord. Faleminderit. Për telefonatë shkojmë me Nga para ju. Tjetër, alo. Urdhë. Po urdhoni ju. Mirëmëngjes. Klodi. Urdhë. Klodi. Mirëmëngjes. Klodi. Mirëmëngjes, po. Të mora në telefon para 3 javësh. Më morë dhe numrin e telefonit, kemi një problem. Kemi ndërtuar një objekt që në 1907, 2005 kemi aplikuar, nuk në vjen asnjë përgjigje. Janë dhruar 20 Ma ke sjell dokumentin e aplikimit? Urdhë, nuk 15. Si? Numri i aplikimit është 15. Jo, ma ke sjell dokumentin them të aplikimit. Nuk të kuptova. Dokumentin që ka aplikuar dua unë. Dokumentin e kemi këtu me numër 15 është i 3 e ka. 15 i 3 2005. Po jo, më duhet të manisësh që të pyes dhe ta dërgoj kadastrës të dokument. Jo, të ke qenë gjajtë, unë jam 53 vjeç, nuk unë përdor telefon, nuk jam me ata telefona. E di, po gjej një mënyrë për të na e nisur i nderuar, sepse ndryshe nuk pyesim dot atje. Më kupton? Thuaj diku që të na e nis. Duhet nisur fotografi e aplikimit. Po, aplikimin që ke bërë dhe për pak e marrim përgjigje. Sepse ndryshe nuk pyesim dot. Jo. Më thuaj. Do marr djalin se nuk e kam djalin këtu, e kam në Greqi. Ka problem. Ai ditë marrë, unë ditë marr vetëm ty. Ka problem. Po, nuk ka problem fare. Merre dhe patjetër që po. Mirë? Po si do të nis ty ai apo ku ti nis? Po ç'keti thuaja kaq edhe? Mirë. Faleminderit shumë. Në ditë të mbarë dhe për ty, shkoj me tjetër telefonues, alo? Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. I përkasëm nga Durrësi. Po? Kemi një shtetësi, është publik, nuk është personal. Në rrugën Aleksandr Gogo. Në vërë prishet e paliqme. Në një vend përballë spitalit, rreth 20 metra e lartë. Aty është një klub që janë pengon dhe detyrohemi të dalim me karrocë në rrugë kryesore, vetëm ai nuk është prishur. Edhe po direkt përballë spitalit janë 2 kolibe që shesin produkte për të smurë, dhe në detyrohemi të dalim zade. Si ka mundësi të tjera janë të prishura komplet, që nga sheshi poshtë, i orgjëzimit. E deri aty, edhe ato akoma ekzistojnë. Nuk e kuptojnë ne se kush është i plotfuqishëm aty, që nuk i prish këto. Ne detyrohemi të dalim zgjatë në karrocë me fëmijë, në të smurë, se aty është edhe stacion. Po janë bërë baleja ato? Po baleja me lejnë ne si qytetarë nuk i dim. Pse nuk prishet vetëm këto 2 ndërtesa nuk prishen, edhe të tjera janë prishur si që të gjitha.
me farmaci e me gjithë që ka dyqane kjo rrugë. Se në prishëm të. Kush është i plot fuqishëm këtu, që ne na dëgjeron që dalim gjatë edhe në makinat. Ta drejtën e vet, makina ka rrugën e vet. Qartë, patjetër. Si ke mundësi që të shkoj një gazetar dhe ta verifikoj këtë. Jo, ne pyesim, ndoshta janë me leje dhe po gjithsesi e përcjellin si problem, nuk na kushton asgjë. Në fal pak. Edhe me leje sikur të jenë, ato të shprehësohen dhe të hapën rruga. Se qeveria sot po shën 5-6 kate, edhe sikur i kanë me leje. Ato sa janë ato? Mirë, po shpëtojnë komësorët. E kuptova. Shpëtojnë të smurët. Do ta shohim patjetër, mirë. Qofse keni mundësi. Patjetër mundësi. Çka ka për mundësi ajo, patjetër. Mirë. Faleminderit juve për telefonatën. Jemi në 8:17 minuta, presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Do flisni apo jo? Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi, me Klodin flas. Po, Klodi, amordoni. Desha të bënja një pyetje. Jam datëlindja 1965. Kur më takon që të dalë në pension? Sa vjeç je? 60 tani? Po. 62 muaj. 62 muaj. Po. Ose 4, diçka e tillë. Aha. Mirë. Sa vjetër si pune duhet të kemë për shembull? Minimumi 15 dhe pastaj sa më shumë aq më mirë. Po, mirë. Kupton? 15 është minimumi dhe pastaj sa më shumë 38, 40, 41 është akoma dhe më. Mirë, për shembull maksimumi sa duhet jetë? Po nuk është me detyrim ajo, por maksimumi tavani është diku te afër 39. Po, prandaj të pyeta se unë edhe kam punuar, por edhe i kam paguar sigurimet. Po, rreth 39 vite në total. Po deri kur plotsoni ju moshën, ndoshta mund të ndryshojë me pak muaj më tepër. Po. Mirë, faleminderit. Lutem. Faleminderit dhe juve. Presim një tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Po. Qoftë ditë e mbarë. Edhe për juve. Një me i personi në selit për atë që fiksatë me banesës. Cili emër? 522, Armand Oza. Më jam i atë. Një Albania ta kam thënë, vetëm kur të më japësh përgjigjen. Nuk e pranon atë. E pranon patjetër. Nuk e pranon. Patjetër që po. Çfarë numri? Numri i gjurmimit i nderuar. Numri i gjurmimit, si nuk e pranon. Aty ku thot ju lutem vendosi se ma ke sjellë dhe me foto. Këtu ku thot ju lutem vendosi numrin referencë të aplikimit. Ke numrin atë, vendose këtu te këto që thot shumë X dhe jepi kërko. Ty të ka dalë me kohë ajo. Çfarë? Po e fusim edhe nuk del. Po jo pra si nuk del tani i nderuar. Ai numri që ka aty aplikimit ai është 522, sa është në mesazh. Po jo pra cili numër është kodi i gjurmimit do i nderuar. Kodi i gjurmimit që ti ke marrë kur ke aplikuar, nëse ke humbur e ke te mesazhet, kodin e aplikimit. Pra, ti ke kur ke aplikuar në datën e Jo numri i aplikimit çfarë? Jo më i nderuar, jo. Po ku mund ta gjej atë? Te mesazhet në Albania, është një kuti atje si një post si mesazh. E ke aty numrin e gjurmimit, sepse ato vetëm ju mund ta keni, askush tjetër. Më kupton? Shikoj të lutem. Asgjë fare. Gjithë mirë, çosh mirë. Faleminderit edhe juve. Para se të kalojmë në telefonat tjetër, sepse më shkruan disa persona, por nuk ka problem, ja u sqaroj edhe privatisht, por edhe publikisht patjetër, sepse shpesh flasim për pensione. Dikush pyet sa do më dal mua pensioni, dikush pyet po sa vite duhet që të kemi. Dikush tjetër thot a mund të kontribuoj tani, a jam në kohë. Për të gjitha këto pyetje ka një përgjigje të vetme që është përmbledhur në pak në një tokë fjalësh, po themi, Sigal Invest. Dhe pse them Sigal Invest? Sepse gjatë këtyre muajve kam arritur të kuptoj që është zgjidhja e duhur dhe ideale për gjithë ne, pavarësisht moshës që kemi. Mjafton vetëm 10 euro në fakt në muaj për të nisur një llogari pensioni privat dhe këto kursime janë totalisht tuajat. Dhe ju do të shikoni me goxha kuriozitet që të nesërmen e
pra ditës parë që ju do të kontribuoni për veten tuaj pasi të keni hapur një llogari bankare për jo më shumë se sa 5 minuta, do të shikoni që ajo vlerë të cilën ju e keni depozituar aty nuk do të jetë më ajo, por do të jetë më shumë. Janë të sigurta të investuara me mbi 4.6% fitim mesatar dhe më rëndësishme janë fonde totalisht të trashëgueshme. Ka ardhur koha që të investojmë për veten tonë, kemi neglizhuar diçka të tillë deri më sot, kjo për mungesë informacioni, kjo për mungesë çfarë do lloj mungese qoftë, por nuk na tolerohet që ta lëmë këtë mundësi të na shkojë kot, sepse unë besoj që me këto sfida të integrimi ndoshta gjërat mund të shtrëngohen akoma edhe më shumë, po themi, për nga ana financiare, kështu që futuni sot në Sigal Invest për të investuar që e nesërmja të jetë më e qetë për ju dhe të mos keni varësi nga askush për sa i përket çështjes pensionit. Shembulli konkret, nëse ti ke një depozit për 100 euro çdo muaj për 25 vite me radhë, fitimi veç asaj që ke kursyer do të jetë një moment që do të jemi sakt me këtë. Atëre, bukur. Do të jetë 25.000 euro mbi atë që ke depozituar. Pra 100 euro për 25 vite bëjnë 30.000 euro dhe 25.000 euro kthimi mesatar 4.6%, ja ku dole me 25.000 euro fitim. Kjo për çfarë do lloj shumë tjetër, ë? Nuk është vetëm 100 euro, po e thash për ta kuptuar. Ju mund të keni më pak mundësi, ju mund të keni më shumë mundësi. E rëndësishme është që këtë vlerë që ju keni në dispozicion, pavarësisht se sa është, ta shumë fishoni duke investuar në Sigal Invest për veten tuaj. Kontaktoni në 069 40 61 438, do të bëni informacionin e plot dhe gjitha përfitimet e tjera të kursimeve tuaja që vetëm me Sigal mund të kenë kuptim dhe mund shtohet paraja dita ditës. Faleminderit Sigal, jemi me një tjetër telefonues para bllokut të reklamave. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodin. Po e dash. Alo? Alo? Të dëgjoj shumë mirë. Kam telefonuar për para ca ditësh, kemi një pronë që na nëse dyshi me certifikat me vendime gjykate të formës së prerë te Pelena jam. Po, edhe? Më thuaj. Si kam dërguar, më the dërgomi në këto adresa që shfaqni në ekran. Ku mi ke dërguar që ta shoh? Po, i kam dërguar, po nuk e di. Nuk i kam marrë. Ku ma ke dërguar? Vendimet e gjykatës, vendimet të formës së prerë. Ku ma ke dërguar? Po. Ku ma ke dërguar, o shpirt? Po, te këto numra që jep në ekran, nuk lodit të këto adresa. Nuk vjen mesazhi aty, zë. Udro? Nuk vjen mesazhet e ata numrat. Të kam dërguar vendimet e gjykatës. Po nuk vjen mesazhet e ata numra, zonjë. Më jep numrin tënd të telefonit. Ne atje di, me nese për të thënë dhe njëherë që më jep numrin e telefonit. Më duhet dokumenti, zonjë, nuk më duhet kjo. Kush duhet? Dokumenti. A ke aplikuar për certifikat? E kemi marrë certifikatën, kemi dhe 3 vendimet e gjykatës së formës së prerë. Dhe komshiu që ka një muaj që vdiq, ka apeluar për mbarimin tim. A, e ke në gjyq? Po, ka që 2017 kjo punë. E kuptoj, dashur, po nuk ndërhym dot në gjyq, se nuk na lejohet. E nëse për të sensibilizim më shumë. Ajo, kjo shumë mirë bore, shumë mirë patjetër, këto mesazhe nuk na mungojnë asnjëherë. Se edhe burrin e kam të smur, o Klodi, gjitoni më vdiq, burrin e kam të smur, tani sa do të vdesëm ne ku zoj këto prona. Gjitoni i vdiq familjes vet. Nëse. Udhro? E kuptova. Faleminderit e dashur, por nuk ndërhym dot në gjyq. Më mirë të tregojmë sinqerisht se sa. Faleminderit. Unë mendova se ishte nuk të kishte dalë certifikata. Gjithë të mirat, kemi kohë për tjetër apo kalojmë publicitet? Urdhë? Okej, e qartë. Mirë, për gjithë ata cilët vuajnë nga prostata, po jo si personi pak më herët që unë ndihmua para disa kohësh dhe kur filloi ta blinte, pastaj doli jo i mirë, kjo nuk është fare korrekte dhe etike, po nesër s'ka problem. Hiç është zgjidhja e dur për sa i përket problemeve që ju keni me prostatën, por duke dëgjuar dhe këshillat e mjekëve dhe mënyrën se si duhet ta përdorni. Do kontaktoni në numrin që do të shikoni pas pak në ekran, kështu që mos eksperimentoni me veten tuaj, por kuroni çdo problematikë që vjen në një moment caktuar të jetës, kurojeni atë nga natyra, ku ka më mirë. Publicitet vi më njëherë pas pak.
Jemi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit, në 8:31, vijon komunikimi drejt për drejt me ju prej orës 7:30 deri në këto 20 minuta të mbetura të emisionit për ditën e sotme. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Lini zërin televizorit, ju lutem. Do të një pyetje, ku ngrihet këto pensionet edhe rrogat? Po këto të invalidit do ngrihet si pagesa? Po. Faleminderit. Po patjetër, faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Nëse na ka pritur, nëse jo, presim pak çaste ne, numra që i keni vazhdimisht në ekranet tuaja, si zakonisht në 068 60 54 639 068 99 00008 për gjithë ju që doni ta bashkoheni dhe bëni pjesë e programit për takimin e sotëm dhe më pak se 20 minuta kohë televizive. Kemi? Alo? Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në Klodi. Unë jam ajo e azditit me të gjithë në zbere. Po, presim edhe pak, po besoj që do bëhet diçka, dakord? Inshallah, faleminderit shumë, të bekrof të Zotit dhe ty dhe atit. Faleminderit shumë. Okej. Shkojmë tjetër. Mirëmëngjesi. Larguar? Okej, jemi në 8:33 minuta në fundin e pjesës së 4 dhe gati në fund të emisionit për ditën e sotme. Alo? Po vetë Zilja. Alo? Zilja erdhi dhe hapëm. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Nuk e dëgjoj. Jemi bashkë, uleni zërin e televizorit, ju lutem zoj. Po. Po, urdhoni, ule zërin e televizorit dhe komunikojmë së bashku. Robin. Po. Liga. Më thuaj. Unë jam pensioniste. Aha. Qytetare. Ashtu, kam dalë në pension. Po. Ashtu. Dhe nuk kam punuar, do me thënë, sa vite e gjeta, sa si gjeta, po më vajtë dhe në 25 vjet, apo 30 vjet, 25 vjet. Dhe më zuri pensioni 58.000 lekë vjetra. Po? Edhe me ato kam arritur me tonë qash pesa janë marrë 130.000 lekë. Dhe këto janë, të themë, nuk mund të shkeni as tokë, as në një, as makina, as bastia, jemi në vetëm, në kemi jetuar, jemi në qytet, 50-60 vjetë, të më thëmë, edhe nuk kemi këto, me këto arrim. Që do të ka në një lojndimja, në një shtesa, apo në një gjithë tjetra, po... Përveç bonusit, në 10 orë do ketë edhe shtesë pension në janar. Se nuk kemi as tokë që të ndimojmë pak në toka, as kemi pare, as e kuptova, por përveç bonusit do ketë edhe një shtesë në muajin janar për gjitha kategoritë. Mirë? Faleminderit. Faleminderit dhe juve për telefonatën, ditë bukur. Presim tjetër. Telefonues, alo? 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 A jetohet kështu më zërë një glëtë me bëthë nujtë, a mytë ora nujës, shko nujë në kanala, ka ku më rëzik? Iki. Ja, u këthyë prapë në pikën 0. Pasi ishte rehabilituar në telefonatën e fundit, prapë atje te kanali e ka. Okej, presim. Tjetër telefonues në këto 15 minutat të fundit, të emisionit për sot. Alo? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. U flisi me Klodi. Klodi, jam. Alo? Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes. Po. Duhet të flasë me... Po jam Klodi, urdhoni. Klodi, ti je? Po. Jam një qytetar nga Vlora. Po. Kam aplikuar disa herë, nuk kam lënë në të zyrat e hipotekës. 4-5 që kam ndëruar unë mbrapa gjithë kohën. Në një troll kam në 1924, prisha shtëpi që kishte bërë që gjyqet e babaj me italianët, unë ndërtova një godi për fëmijë 4 kate. Kam aplikuar me 10 herë, edhe asnjë lloj përgjigje. Ku ndodhet prona? Duhet përfirëm, nuk ka drejtor, nuk ka nëndrejtor, çfarë drejtë duan nuk e di, se marr vesh. Ku ndodhet prona? Ku ndodhet prona, zotri? Ku ndodhet prona? Në Lagjen Lirim. Lirim të kujt qyteti? Rajoni 5. Në cilin qytet? Vlorë, në Vlorë thash. Në Vlorë. Më duhet më nisësh një dokument aplikimi ndëruar dhe ta ndjekim. Kam bërë aplikime dhe pagova edhe një 105.000 lekë. Po, unë nuk thash duhet të bësh, thash duhet të ma nisësh dokumentin e aplikimit në mënyrë që të pyes. Ta nisë dokumentin e aplikimit, me këtë numër, a? Po, ma nisni edhe ta shohim në kadastër, dakor? Shumë faleminderit. Shkojmë me telefonat tjetër. Ai zëri televizorit është, nuk e di. Alo? Alo, mirëmëngjes, zoti Klodi. Mirëmëngjes. Nga Korça flas. Një pyetje kisha për të bërë. Bonusin e fund viti do na japin apo jo? Të ta thoni jo, Si jo, po. Nëse je invalide nuk është përcaktuar ende. Nëse je pensioniste, po. Invalide. Po për pensionistët e tjerë? Cilët e tjerë? Pensionistë një. Pensionistët, jo invalidët. Pensionistët po pra? Po, shumë. Ndërsa për invalidët nuk është përcaktuar ende. Edhe sa mund të marrim se mezi i presim e nërve? Varet nga pagesa nga pensionin që ke. Unë e kam 150. E marr? Po, 150 do marrësh. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Ata që kanë pensionin mbi 200 marrin 100. Shumë faleminderit. Juve faleminderit. Gjithë të mirat. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ua, jeni mirë. Desha t'ju flas për një problematik që është për interesin e të gjithëve. Nëse do mundim, shoni edhe një grup gazetarë që ta vërtetojnë. Flas për punën e ndriçimit në qytetin e Durrësit. Këmbë gjithë Teura Dajlanit që del nga porti, që është një nyjet më të rëndësishme që sepse është rruga për të nisur për në Tiranë, për në Durrës, për në Shkozet, është totalisht në errësirë. Dhe tani që erësohet shumë shpejt, aty nuk ka absolutisht asnjë mjet ndriçimi. Është errësirë totale. Ashtu, ëh? Ka drita vetëm dritat e makinës dhe pak dritat e portit që mund të vinë deri aty, po komplet nyja Ura Dajlanit është në errësirë totale. Dhe segmenti tjetër nga Plepa deri në Rrogozhin, që është edhe ndriçimi, është investuar, gjithmonë është errësirë absolute. Mund të ketë një 5-6 shtylla që undizën dritat se mund të jenë lidhur me ndonjë biznes anës rrugës, por totalisht në errësirë, si rruga dytësore, ashtu edhe autostrada që i thonë këto autostradë. Ju mund ta vërtetoni, mund të bëhet një emision, një gjë, sepse është gjithmonë, sidomos tani që erësohet shpejt, është bërim aksidentësh. E kuptova. Ju shumë mirë bëri që përcollë dashur. Shpresoj ta ndiqni. Falenderoj shumë, Adi. Po bëhet diçka, faleminderit. Shumë faleminderit. Ditë mbarë dhe për ju. Presim tjetër, telefonues, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni, si kaloni mirë? Mirë shumë. Desha të bëj një pyetje për të pensionet e vitet e kooperativës, si mund të gjinte? Në Albania. Po, gjinte kollaj shumë, apo? Po, në bazë të vitit që ke punuar, e gjen aty të del. Nëse se ke pastaj, po e ke plotësuar moshën për pension do gjesh me gjyq, nëse jo, nga 18 vjeç të njihen me ligjin e ritfaljes. Jo, nuk e kam plotësuar moshën. Po, nëse i ke të pasakta, nga mosha 18 vjeç e punës do të njihen pa që nevoja për gjyq. Ashtu, Po. Shumë faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën, presim tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Yes. Po. Nga ta bëj pyetjen lidhe me pensionin. Ka dalë pensionet tani me 1 tetor,
me 70.000 lekë vjetra. Po. Nga që kam qenë trajtuar me këmp, edhe përfitoj dhe të 33.000 lekë në bashkisë. Po. Tani kur marrë këtë bonusin e vitit të ri, marrë këtë si pensionist. Si pensionist do marrësh pensionin bazë, jo atë të invaliditetit. Po, pensionet, po, pra pensionet të marrë, po besan mu që pensionet të kalinu, sa mu që është 70.000 lekë vjetra. Edhe? Edhe përfiton, edhe 35.000 lekë në bashkisë përfiton, se ke qenë me këmp. Dakor, pra. Sa e ke tani pagesën totale? Gjeta isha me këmp, ishte 124.000 lekë vjetra. Edhe 33.000 lekë që bashkisë veç. Po në rregull, po çfarë shqetësimi ke? Jo, kam shqetësim këtë bonusin tani me këtë pensionin që më ka lidhur. Me gjithë të bashkisë më shkon 203.000 lekë. Përfitoj 150.000 lekë apo 100.000 lekë? Ti e merr bashkë apo e merr veç e veç? Po veç e veç janë me këto 178. Nëse e merr veç e veç do marrësh 150. Veç e veç, po kështu më thaj, 178 ke pensionin? Po. Edhe 33 ke të bashkisë. E qartë. Faleminderit. Po ta thash pra. Shumë respekt. Edhe juve faleminderit për telefonatën. Do të presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flori. Urdhëro. O, Flori. Po ku jeti ke humbur fare, ha? A më mban nën nga zëri? A si të mbaj mend nga zëri? Si të ka nën aty, Flori? Si jeti? Të rujtë zotja familje, e për vete, e për gjithë shke. Faleminderit shumë. O, të kam zemër, nëna. Edhe unë ty. Po të bëj një ashtu... Qarë ashtu? U le zërin televizorit se u ngatrove, a më mban mend thot, nga fillimi edhe një herë. Ule. E ula. Ule se ta mbylla. Mos, ku më mbyll ti mua. Dëgjo. O, Klodi. Po. Po bëj dhe unë një pyetje, kam pensionin mbi 300.000. Vetëm unë jam, domethënë jam ndar nga familja, nga fëmijët, por çam takon mu për fund viti? Ty të takon bonusi i fund vitit. 100.000 lekë? Po. Edhe rritja pasaj në janar, që do shohim se sa do jetë. Nga marsi? Në janar. Sa mund t'jetë afërsisht? Se dim, kur të dalë ajo, të ta tregoj ty të parën. Atë ka nëna Flori. Mirë. Jetë e shëndet. Edhe ti. Bashkë me stafin. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat e dashur. Okej, do të presim tjetër në 5 minutat e mbetura jemi të emisionit për sot. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Dëgjoj, kam marrë dhe herë tjetër. Kam një motorka elektrike me 2 rrota. Po e di. Tani dhanë këta për një muaj. Do t'japim përgjigje. E kaloi muaj. Po e drejtë është, akoma nuk kanë thënë. Ku të merremi vesh? S'kan thënë gjë akoma. Se këta motorka po ndajtën pa punuar prishen. E sakt. E di ndërruar, po ja. Ç'ti bëjmë? Si ta marrin vesh këtë pyes? Po do dalë në lajme, nuk është se ka ndryshim, akoma. Po mirë, po ndajtë edhe cakta. U prishen unë pakova një dorë me leka që e bleva. E di. Po do futet prapë në përdorim, kështu që. Nuk e di kur, por do futet patjetër, se s'ka si të... Mirë, faleminderit. Përshëndetje, ndërruar, faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Yes. Urdhoni. Si. Mirë si jeni ju. Jo. Po. Ju thatë se shvendosur akoma për invalidët. Po, se ato të tjerë kanë përfitojnë shtesë dhe invalidët i lejnë fort. Ja të shpjegoj pra se... Nuk keni mbetur në një pyetje institut të sigurimeve shoqërore? Nderuar, nuk i përcakton sigurime shoqërore kategorit. Ajo që ndodhi, ja të sqaroj. Nuk e përcakton Instituti i Sigurimeve. Se pastaj del politike. Po ç'politike ka, ç'lidhje ka kjo me politikën, pa zotin apo? Kuptoj. A do më dëgjosh tani sqarimin apo? Mirë, s'po lodhem atëre. Ikim me tjetër telefonues, mirëmëngjesi. Politike thot. Alo.
Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Lodi, jam ai qytetari që kam sjell ato dokumentat që i ke shikuar të legalizimit për lidhur me hipotekën. Para 2 javësh a më shumë të hanem që Cili rast i nderuar? Po, ai rasti që ti sova aty te kafi ato dokumentat që shikova ato dokumentat. Më thuaj emrin, të lutem. Zeti. Urdhë? Zeti. Po, do bëhet ashtu siç e lam, ne. Si, pozitive do më thënë. Po, që do merret vendimi dhe pastaj që mos e themi kështu. Po. Besoj, po duhet të merret ky një herë. Po, a mund të takoj herë tjetër unë? Sa herë do duash? Po si ta të takim, apo thjesht vjetë kërkoj aty si gjithmonë. Po, nga java tjetër me kismet. Okej, hajde respekt. Qofsh mirë, faleminderit shumë edhe ty për telefonatën. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjes. Urdhë? Presim pak çaste? Presim patjetër. Alo. Mirëmëngjesi. Klodi, si jeni vlla? Mirë. Klodi, je mirë? Mirë, si jeni ju? Ora të lutem, kemi mundësi me fjalë. Këtu vemi tek këtu Aluizmi në Fier për të zgjidhur një problem, asnjë lloj pritje nuk na bëj. Asnjë lloj pritje nuk prit, në asnjëri nuk prit, por kemi 3 javë që vemi, nuk ka një njeri që të na dalit na sqaroj për diçka. E kuptoj. Të lutem, nëse ke mundësi, për cili atja kryeministit të mos i dërgojmë një letër personale atja. Jo, ju dërgojeni pse? Po, juve me qenë se keni mundësi ta na ndihmoni, nëse keni mundësi na ndihmoni, të lutem, Do më falë se për flasë Po jo, më vjen keq. Më vjen keq patjetër që po, ne prandaj jemi këtu prej kaq shumë vitesh. Prandaj vemi kam 3 javë rresht për një problem, për të zgjidhur nuk pret asnjëherë burri dhe jot. Çiko, pse si bie më shkurt, çfarë problemi ke? Un kam një problem, kam një palë shtëpi. I kam marrë me dokument, me deklarat, mirë po hipoteka është në emër të personit tjetër. Ai person nuk është këtu, është në Kanada, nuk po e gjej dot. Nuk më sqaron asnjëherë se si do veproj. Ku ndodhet banesa? Këtu në Fier. Okej. Do mundohem të flas unë, dakord? Të lutem Klodi, shumë faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën. Nuk kemi më kohë, ishte gjithçka për takimin e sotëm, para se ta mbyllim. Mos e neglizhoni këtë mesazh që kemi javë dhe muaj që ja u themi dhe përsërisim. Investoni në fondin Sigal, investoni për veten tuaj, them fondin Sigal për ta kuptuar që bëhet aty, por ky lloj investimi është për veten tuaj. Nëse ju keni diçka në fund të muajit që ju ka tepruar nga rroga juaj, thjesht prap ju do ta keni, por në një llogari të caktuar bankare dhe duke i dhënë patjetër vlerë dhe kuptim paras tuaj, të cilën mund dhe do ta përdorësh në një moment të jetës tënde kur të duash ti, si në formë pensioni, ashtu edhe në formë kesh të gjithë bashkë me interesat përkatës, që janë jo pak kthimi vjetor për 4.6%, zgjidhja e duhur e vetme ideale që ju shumëfishon të gjitha parat tuaja pavarësisht se sa janë. Ndaj do t'ju ftoja dhe të telefononi në numrin 069 40 61 438 për të marrë informacionin e duhur të sakt dhe informacion më të mirë se na kanë dhënë ata të cilët e dinë se si funksionon në vendet ndryshme të Europës.